Këtë të martë, komuniteti katolik i Sapës u mbloll për t'i dhënë lamtumirën e fundit i peshkëve të tyre, Imzot Simon Kulli. Ceremonia së likimit u mbajt në katedralen Nën Tereza në Vaun e Deos, ku besimtar, klerik dhe përfaqësues të institucioneve vendore u bashkuan në një atmosferë të ngarkuar me dhimbje dhe mirënjohje. Meshën e transmetuar drejt për drejt nga televizioni Star Plus e udhëhoqi presidenti i konferencës i peshkvenore, Imzot Gjergj Meta, i cili u ndal të kujtimet të shumta që secili përjeton nga shërbimi dhe prania e i peshkvit Kulli. Të dashur miq, të gjithë ne e kemi njohur Imzot Simonin. Kush më shumë e kush më pak. Dikush duke jetuar me te një jetë të tanë, e dikush duke bërë pak udhë me te. Secili për nesh e ka një kujtim me te që mund të tregon të sot. Ti mbajmë ato kujtime në zemra tona. Këtë ditë, nërsa vizitoja me një meshtar që ka jetuar e punuar me Imzot Simonin, e pyeta se çfarë do të mbante mend prej tij. Ai më përgjigj: "Dëm Gjergj, Monsinjor Simoni nuk ka folur për dashurinë, ai ka folur në dashuri. Nuk ka folur për dijen dhe urtin, ka folur në dije dhe në urti." Po, kjo e bante të veçantë Simonin. Ai nuk ishte njeriu i fjalëve të mëdha e të stërhollume, por ishte njeriu i veprimit, i thepit të gjanave. U shkonte gjanave drejt në esencë, sikur i vinin nga brendia më e brendshme jetës tij, nga ajo pjesë që Majster Eckhart e quante pjesa më e thellë e jona, ajo pikë që nuk është e prekur nga koha, nuk është e turpulluar nga emocioni, nuk është e plagosur nga kujtesa dhe nuk mbërrihet as nga mendimet. Është një pikë e padukshme, e heshtur, por reale, sikurse flaka që digjet pa u konsumuar. Sot ne nuk po bekojmë vdekjen, por bashkë kalimin e Dom Simonit. Sot ti Dom Simon, ke hyrë në lavdinë e Atit. Tashmë je i bashkuar me bariun e mirë. Është ajo çka ti ke besu, e që ne e besojmë bashkë me ty dhe e urojmë ngurtës. Fjalëve që na mungojnë për të shprehur trishtimin ton për vdekjen tënde, u mbivendosin fjalët e Krishtit të ngjallur. Shkoni, e thoni vëllezërve të mi se do të takoj. Pushofsh në paqe, Simon, e Krishtit pas në Paris. Imzot Simon Kulli u nda nga jeta më 29 nëntor në moshën 52 vjeçare, pas një arresti kardiak. Ai nisi shërbimin e tij në vitin 2002 si kancelar dioqezan i Sapës, ndërsa prej viti 2006 ka udhëhequr famullinë e katedrales Shën Tereza Kalkutës, duke u kthyer në një figurë të dashur dhe të respektuar për komunitetin lokal. Për shumë besimtarë i mbetet shembull i përkushtimit, qetësisë dhe shërbesës së përditshme ndaj njerëzve të tij.